Rauf Çanga, një veteran i nderuar i futbollit shqiptar, por edhe një mik i ngushtë i Askos, Asim Mojaqit që po përtihet në banesën e fundit. Si e kujtoni ju? Në Askon jena qysh në 61-62, kur ajo merrte me atletik, unë isha atjerë me të rritë, atjerë me shpreset e me ekipin e parë, në kate ku shumë vjetë me dhej me te, edhe si me Hadali, ka kënë një sportist i në Rom, një rekordmen dhe Edgarist, që rradhi vinë Shkodrës si punë e Askës. Në ardhi keq që gjithë se mosha banë punën e vetë, por me gjithë dhe metet sportisti në Rom, babi në Rom, edhe që në që me flohë ma tepër për të. Në jetën e përditshme si ishte? Jetën e përditshme ka kënë shumë i këndshëm, shumë i dashtën, se na kena pas edhe një klub aty afër që kena ndaj vazhdimisht. E keni pasur përmëshi? Kena pasur. Njëri i rrallë, se me thanë, njëri i rrallë. Të shkot e fundit që i smorë, se me thanë nuk vetë, por deri para sa vjetëve ka kënë shumë impulsiv, shumë i shkallë, shumë i dashtën. Në gjithë dhe koha baka punin e vetë, mosha. Ngushtëdhime për humin e miku tuaj, kolegu tuaj, fuqisë tuaj, Asim Mojaqit.